Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka zhvilluar takimin e parë me kreun e ri të SPAK, Lodian Braho. Takimi u njoftua nga delegacioni i BE në Shqipëri me anë të një njoftimi në rrjetet sociale. Në deklaratën e bërë, Gonzato ka thënë se ka përgëzuar Brahon për arritjet e SPAK dhe ka theksuar rëndësinë për të vazhduar bashkëpunimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mëtej, Gonzato është shprehur se BE mbetet e përkushtuar për të mbështetur SPAK-un në sundimin e ligjit. Takimi i parë me kryetarin e ri të SPAK, Lodian Braho, e përgëzova për arritjet e SPAK deri më sot dhe theksova rëndësinë e vazhdimit të rezultateve të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, një element kyç për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Forcimi i kapaciteteve hetimore dhe garantimi i standardeve të larta në hetime dhe ndjekje penale janë vendimtare për konsolidimin e progresit dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme. Bashkimi Evropian mbetet plotësisht i përkushtuar për të mbështetur SPAK-un dhe sundimin e ligjit në Shqipëri, shkruan Gonzato.